Në studio e vazhdojmë me zotrin Zefaj. Zefaj, përshëndetje edhe njëherë. Përshëndetje. Shumë për gatishmërinë. E tha, i listoj disa arsye sepse edhe mund të pret që ndoshta pjesëmarrja në këtë protestë tjetë më e vogël, megjithatë arsyetohet mungesa e qytetarëve të Kosovës, pikërisht kur çmimi i rrymës është paralajmëruar që të rritet për të disatën herë me radhë, më pas kemi ankesa në rrjetet sociale pafund nga qytetarët dhe kur vihet çështja për veprime konkrete, disedhe stepën. Ç'është po e shihni ju? Unë e mendoj ndryshe nga zoti Shahini, këto arsye që i dha sipas meje nuk qëndrojnë fare, as orari i faljes, as moti, dyjat nuk ndërhyjnë as pak në këtë aspekt. Arsyeja pse nuk ka shumë protestues është këtë politike. Ne kemi pa, ne jemi dëshmitar, ka një javë që është paralajmëruar protesta, ka një javë që element politik të qeverisë, deri te kryeministri, kanë dalë edhe duke dhënë arsye, edhe një farë mënyrë të bëte të zhvlerësu nevojën për protest, duke dhënë arsye sepse rryma duhet të jetë në këtë çmim që është, edhe duke treguar se çfarë kapacitetesh kemi, edhe deri kur erdhi ministrja Rizvanolli, i cila tha që duhet të jemi të gatshëm për sakrificë. Pra ajo thirrja ishte indirekte që mos dalim me protestu, por ju duhet të bëni gati për sakrificë. Edhe kur e kemi parasysh që është 51% e votuesve që kanë përkrahur këtë parti, atëra ata 51% jemi sigurt që janë të pakënaqur për çmimin e energjisë elektrike, por ndikohen nga thirrja për mos me dalë me protestu. Realisht pakënaqësitë kemi pa pafund komente nëpër rrjete sociale të qytetarëve dhe pikërisht unë pyes kështu sepse realisht edhe kur patëm bllokadën pothuajse një vjeçare të mos formimit të institucione, më pas as qeverisë dhe mos konstituimit e formimit të qeverisë, kemi parë që qytetarët kanë qenë krejtësisht të qetë në këtë raport, ka pas iniciativa të vogla, megjithatë të pamjaftueshme. Dua ta ngrej një paralele, nuk e di sa është e dur, megjithatë kemi parë që për formate të tilla, siç është Big Brother, edhe kanë protestuar shpeshherë dhe përse është e krijuar një kulturë e tillë që tregomi inferior ndaj vendimeve të cilat na preken. Adzëv Plumi ka thënë, kur e kanë pyetur në një intervistë pse i ka Shqipëria punë të keq, tha sepse ne jemi një popull që edhe më na fut apangë në gojë, as nuk flasim e as nuk bërtasim. Pra derisa nuk na fusin apangë në gojë, edhe kështu po del. Do thonë ne derisa nuk na fusin apangë në gojë, ne as nuk flasim, as nuk bërtasim. Unë prapë po kthehem, gjithë qytetarët në Kosovë e ndajnë mendimin që rryma është shumë e shtrajtë, edhe që energjia elektrike është mas pari nuk është stabile, nuk është cilësore, edhe nuk është në përputhje me të hyrat që ka familja, pra janë të gjithë të pakënaqur. Nuk dalim me protestu, pse? Sepse të gjithë e dinë që fajtor është qeveria. Edhe me dalë me protestu kundër qeverisë që e ke votu, kjo i ndalon. Kjo ka ndodhur edhe në rastin që përmendëm me konstituimin e kuvendit edhe të qeverisë, edhe ne sot kemi ende një Kosova është me ushtrues detyre në çdo aspekt. Prapë janë të njëjtit njerëz. Të gjithë e dinë që nuk është mirë, të gjithë janë të pakënaqur, por prapë të gjithë nuk dalin me protestu sepse duhesh me dalë me protestu kundër atij që e ke votuar. A kemi drejt të ankohemi më pas? Tash gjithmonë kemi drejt të ankohemi, por unë po shpresoj që ky popull të vetëdijsohet sa më shpejt. Edhe nuk nënkupton që ti e ke votu një parti ose një person të caktuar, nuk nënkupton që tash ti duhet të heshtësh përballë dështimeve të tyre ose abuzimeve të tyre. Ne po shohim që ka dështime, ne po shohim që ka abuzime, populli pavarësisht nëse ka votu duhet me ngritë zërin sepse duhet të jep prioritet mirëqenies së popullit dhe të vendit. Me sa duket dikush po prononcohet, me leje ta dëgjojmë se çfarë po thotë, më pas edhe diskutojmë. Të për shembull 150 euro për gratë që s'kan punu edhe këta ples, që s'kan po punë kur. Unë si inxhinier i kekut 221 euro kam se mas ligjet, ty në ligjet 250, vetë. Ja, s'ka gjës. So ju vjen fatura juve? Unë e ko pos dhe 50 euro, tash 333 euro. A më mundin të mja dojnë pagu fatura? Po jo, më japin pore, dikosh e marrë ho, të mes të vllaznije, dojtë, boba gjithë më japë nona
thot, pa bokërije, pa të dhomë, mos më hinë bashkë në shtetë. Thot, ujtë me pinë shtetë nuk o mirë, se më vojë pe udhëhesi që fore ki, që i kitë kësit kur mos ha bokë në kekë. Se gjëna pe, dhe t'ja, s'ka sporë, s'ka të shka më morë. Unë është Shlomo Krasniq, inxhinieri elektroteknikës. Na ka marru shtëpia që na ka lju. Halo, si interesant. Shtetëtori se ti sa pagun faturën. Themi sërish në studio, po një inxhinier, mbi pozitin e tij ai është një qytetar i Kosovës. Tjetër fatura të cilit mund të themi lirshëm se është e stërfryer nga 50 në 300 e sa e përmendi, e që realisht po besoj të tilla të ngjajshme i kanë edhe qytetarët e tjerë të Kosovës, ku të hyrat në familje ndoshta janë shumë më të vogla, edhe se vetë fatura që vjen në fund të muajit. Engelbert, çka po ndodh realisht? Analizën këtu duhet me bë në bazat 12 mujore ose një vjeçare. Duhet me pas sa kanë të hyra një familje gjatë vitit edhe sa po shpenzon gjatë vitit. Tash normal që është një periudhë ku shpenzon më shumë e një periudhë ku shpenzon më pak, po ti në fund e ke një total gjatë vitit sa ke shpenzuar, edhe e ke një total të hyrave sa ke shpenzuar, sa ke marrë rroga. Tash një familje kur është me një të punësuar, ka një rrogë 450 euro, 500 euro, llogaritin 6.000 euro në vit. Kurse i pagun, kush e di, ndoshta kur jam mbledh fatura gjatë këtë vitit i pagun një 2.000 euro pagun energji elektrike. Që i bjen 30% të hyrave i kanë shku vetëm me pagu faturat e energjisë elektrike. Një përqinje kaq e madhe, domethënë një shtrejtim kaq i madh i energjisë elektrike nuk ekziston kërkun në botë. A din sa është mesatarja e vendeve të normale në Evropë, domethënë raporti të hyra edhe energji elektrike. Është 6%. Edhe ajo ndodh vetëm te familjet më të varfëra, pra që kanë të hyrat më të vogla. Pra në Evropë, një familje që ka një të hyrat shumë të vogla, 6% e atyre të hyrave paguajnë faturët e energjisë elektrike. Kurse në Kosovë ndodh që deri në 30% e të hyrave familjare shkojnë në energji elektrike, ose një mesatar është dikun sipas statistikave 20% e të hyrave të familjes shpenzohen për me pagu energji elektrike. E qartë, Engelbert, në fakt është arsyetuar kërkesa e Keskos për rritje të çmimit të rrymës. Sepse realisht po shohim deri diku qeveria e cila po tregohet indiferente ndaj kësaj, në anën tjetër kemi parë reagimin e presidentes Osmani, së fundmi madje këshilltari i saj tha se Zonja Osmani pritet sërish ta kundërshtoj ngritjen e tarifave të energjisë elektrike dhe në këtë mes cili është ndoshta edhe mendimi juaj. Tash duhet mi pas edhe shifrat në tavolinë për me qenë 100% sigurt në këto që po e them. Po mbas informatave që i kemi nga terreni, domethënë kërkesa e Keskos është 100% qëndron. Pse? Sepse ata tash kanë kalu, domethënë përtej kostove margjinale. Domethënë tash ata po detyrohen me ble energji elektrike në kohën kur çmimi në tregun ndërkombëtar është në pikun e saj. Çmimet janë në nivelet më të larta. Pra në momentin kur Kesko blen energji elektrike të shtrajt, atëherë ajo këtë energji elektrike duhet ta shpërndon te qytetarët, te konsumatori i fundit. Dhe kur ti e shpërndon, atëherë normal që dikush do të më marr përsipër këto shpenzime. Ose e faturon qytetarit që arrit çmimin, ose kërkon nga shteti që me marr përsipër këtë koston margjinale, pra me i mbulu shpenzimet e kësaj kostos. Tash tu çka ndodh? Shteti nuk po e merr përsipër me mbulu këtë koston margjinale. Atëherë shteti Keskos nuk i mbetet gjë tjetër veçse këto kostot ja shpërndon në qytetarët nëpërmjet faturave. Edhe pse ndodh kjo? Pse duhet Kesko me importu rrymë, me ble rrymë? Sepse shteti nuk po arrin me kriju impiante të reja ku prodhohet energjia elektrike. Pra nuk me prodhon një Kosova C ose një Kosova e re ku kishte me prodhu energji elektrike edhe një 550 MW, atë Kosova kishte me pas në tregun e brendshëm energji të mjaftueshme, edhe s'kish pas Kesko nevojë me shku me ble energji jashtë edhe me pagu shtrajt. Pra vetëm duke e ndërtu një impiant të ri ku prodhohet energjia elektrike, eliminohet ky problem. E tash tu problemi më i madh është se ne sot nuk e kemi Kosovën e re, pikërisht sepse vetë vendosja, Albin Kurti edhe krejt ato bashkëpunëtorët e tij kanë kërkuar që para 5 viteve që Contour Global të dështoj, të kthehet
edhe Kosova ka pagu 25 milion dollar gjobë për shkak se është prisha e marrëveshje. Mos t'ishte prisha e marrëveshje, mos t'kishte lobu as shumë Albin Kurti me njerëz të vet, ne sot do ta kishim pas Kosovën e re duke prodhuar energji elektrike dhe ky problem ishte shmangë dhe nuk kishte më ndodhur. Po, teksa po flasim, shikuesit e TV1 po shoqërohen me pamje të drejt për drejta të protestës, pak minuta më parë edhe pati prononcime, të cilat po besoj që më pas edhe mund t'i ndjekin në rrjetet sociale të TV1.info si dhe në edicionin qendror të lajmeve. Po shohim disa prej figurave, është aty edhe avokati Arjanit Koci, i njëjti ka qenë i zhurmshëm për gjitha ndodhit e fundit në Kosovë që realisht nuk kanë qenë të pakta. Engelbert, po flasim pak për qytetarinë aktive në përgjithësi, sepse realisht kemi diskutuar shumë për mënyrën se si do mund ndoshta të mos vinim deri në këtë pikë, kur vije çështja tek ajo se çka mund bëjnë qytetarët në këtë mes, edhe shohim veprime shumë të ndoshta edhe jo veprime të cilat edhe do e kundërshtonin në masë të madhe, siç po shihet edhe sot kjo protestë ku me këto pamje të cilat aktualisht po na servohen, duket që nuk është mjaftueshme ndoshta për të ndikuar në diçka. Gjithsesi, ka alternativa tjera të cilat do mund të na evitonin këtë rritje të energjisë elektrike? Për momentin jo. Për momentin është e pamundun sepse ne nuk kemi kapacitete prodhuese të reja. Për më tepër, për më keq, ne na njoftoi ministra se tash edhe këto dy blloqe do të shkojnë në remont. Dhe tash ne do të detyrohem, Kosova do të detyrohet me ble edhe më shumë energji elektrike. Më vjen shumë keq po të ndërpres, po jam duke prononcuar dhe regjia më bën me dije. Ti dëgjom dhe kthehemi. Vitin tjetër, Keci i bëri të njëjtën kërkesë dhe ne, ndoshta skeptik, i lejuam që të vjedhim pak më shumë se vitin e kaluar. Sot, Keci thjesht zgjat dorën drejt në xhepa tona dhe merr aq sa ja don shefi. E kemi pa tashmë që kjo dëshirë nuk ngopen ndonjëherë, se apetiti i Kecit është i gatshëm që të na ngulfat e thaj për ta trash profitin e tyre. Po nuk ju bindëm, na kërcënojmë, po nuk ju bindëm, ata na kërcënojnë me kamxhik të territ. Na thonë se pa Kecin nuk do të kishim dritë në lagjet tona. Na thonë se pa Kecin nuk do të kemi ngrohje në lagjet tona. Na thonë që problemi është të konsumi ynë i tepërt e jo të apetiti i Kecit. Vjedhën prej 16.1% dhe na bën trekëndshi që na e bën, trekëndshi Kec, zëre dhe qeveri. Edhe si vjet po dojmë na e trash edhe ma shumë, e me na thonë që ka rritje tjetër prej 20%, është për një men hile e zanatit të Kecit. Na e dim që këtu, mbrapa nesh, po na zihet edhe një hile tjetër që neve popullit do ta varfëroj edhe ma shumë. Ama, këtë hile nuk mundemi me e këput këto. Ne jemi këtu për mi thonë Kecit se durimi toni ka ardhur fundi. Jemi këtu për t'ju thonë që nuk mund të silleni si kur Kapadai, e që na shtroni zullumin kudo që ja vëndoni synin edhe 1-0 e ma shumë në vidimet e tua, e juaja. Ju nuk mund të vazhdoni të vjedhni këtë popull, të cilët vetë se ja keni vjedh një pjesë të aseteve ma jetike. Nuk mund të vazhdoni të na i faturoni neve dështimet e dëshirat e juaja për rritje mbi trupat tonë. Tash e sa vjet, ju nuk jeni në shërbimin tonë, por ju jeni kundër nesh. Jeni fajtegjin tonë më të mdhenjë. Andaj tash e tutje, edhe ne do t'ju dalim për balë. Do t'ju përcjellim, do t'ju luftojmë, e bojkotojmë deri atëherë kur edhe ky institucion të kthehet në dorë të popullit dhe të punoj për ne. Ne ju themi haptas, në momentin që ju shtrejtoni faturat, ne fillojmë bojkotin. Do të bojkotojmë fatura e do të blokojmë rrugë e institucione deri atëherë kur ky vend fillon punën për ne e jo për kapitalin. Andaj Kec jashtë,
Kec jashtë! Kec jashtë! Fajt e gjitë jashtë! Erdhen ID aktive. Erdhen ID në aktivist. Studio komentojmë, jemi duke diskutuar me ekonomistin Engelbert Zefaj pikrisht për protestën e sotme. Engelbert, çfarë ke për thënë pas këtyre që po? Unë e kom postu një postim para 2 ditëve në Facebook, kur thomë na kena me u keq për dorë sepse nuk i kuptojmë ende çka është keci, çka është kesko, çka është kosti, çka është zëreja, çka është Ministria e Ekonomisë, çka është keku. Ne nuk kuptojmë. Edhe ky zotnia këtu ose nuk i kupton, ose ky është i porositur ekstra prej Artan Rizvanollit edhe prej Albin Kurtit me dalë me fort të fjalë. Ashtë i qare. Ky thot keci... Se mendon kështu? Po ky tha keci ka thonë që ju po harxhoni shumë energji elektrike. Nuk e ka thonë keci. E ka thonë Albin Kurti që ishte atë ditë në takim me ato të teknologjisë informative. Po, se ka thonë keci këtë, e ka thonë Albin Kurti. Nuk e ka thonë keci asgjë s'ka thonë, po ka thonë Artan Rizvanolli që do të ndalin prodhimin e Kosovës A dhe B. Pra do t'i çojmë në remont. Nuk ka thonë keci. Ky nuk e din se keci nuk bën asnjë gjë tjetër, vetëm thjesht e merr energjinë elektrike prej rrjetit të kostit, e kthen në energji të anvistrisë dhe na sjell neve në shtëpia, edhe na inkason parat, domethënë për shumën që ne kemi harxhu. Pra keci është një kompani teknike që e kryen punën e vet. Lidhje s'ka keci me çmimet. Çmimet vendosen nga Ministria Ekonomisë, nga Kesko dhe i vendos i përfundimisht i volos ZRE-ja. Pra këta sot për akuzojnë. A në qërëshin fjale urt, kur skeqka i bën kalit, i mshon samarit. Skeqka ju bën atyre që janë fajtor, tash i kapësh me kecin. Në qovë se Kesko kishte me arrit, ose në qovë se Keku kishte me prodhu energji elektrike mjaftushëm, atër as Keci, as Kesko s'kan nevoj me shku me ble energji jashtë Kosovës. Kishin me furnizu, me shpërnda energjinë elektrike, e cila është e prodhu me privendit edhe kishte mu ble lirë. Edhe normal që kishte me ardhë në shtëpia tona lirë. A kuptoni ku është problemi? Do me thonë, në vend që sot me shku me protestu para kryeministrisë, para Ministrisë e Ekonomisë. Duket se, ndje që po ndërpres, duket se policia po e shoqërojnë një protestues i cili pak më parë hodhi një... Po, kanë helë kësi fishek zjarë, që në drejtim të ndërtesës së Kecit, nuk e di në rast se ka audio që dëgjohet se çfarë po flasin. Duket se një qytetar i revoltuar, nuk e di se çfarë po ndodh realisht, po pyetet për veprimin e bërë apo edhe do ndodh diçka tjetër. Megjithatë kemi gazetaren pikërisht nga vendi. Tash këto janë gjëra që ndodhin në protesta, gjithmonë ka njerëz që janë me gjak në zet për plasen, ndoshta fyen, ofendojnë, ndoshta edhe hedhin ndonjë. Gjithatë duhet të ruhet deri diku ndoshta edhe etika e të protestuarit. Patjetër që është mirë me ruajt etikën e protestimit, e protestës, edhe të mos krijojmë dëm në njerëz dhe në objekte, por unë me sa pash, nga ajo që e pashun deri këtu, ajo, domethënë këto tym që lëshojnë tymra, ne i shohim edhe në ndeshje sportive vazhdimisht, shpesh to përdoren edhe për të krijuar atmosferë entuziazëm. Vendasma e prodhon. Tash domethënë askund tjetër nuk po na pengon këtu në protestë, çen ka pengesë. Mirë, le të merrem me të. Kam fjalën me gjas. Le të merrem me të. Kthehemi dhe ti dëgjoj me audio. Duket ka përplasje. Ja marr telefonin. Do me ndalu. E intervistojnë, sigur të lejojnë prapë. Të lirë.
Duket se një qytetar po shoqërohet nga policia, i njëjti pak më parë hodhi këtë lloj tymin, cilin e përdorim shpeshherë edhe në ahenjë si përmendi Engelberti, si dhe në evente të tjera, megjithatë ai hodhi në drejtim të ndërtesës së Kecit. Në anën tjetër u duk sikur pati një përleshje mes qytetarëve dhe deri diku një mbrojtje të policisë të njëjtit me gjasë janë të revoltuar për shkak të incidentit që nëse mund ta quajmë që ndodhi mes qytetarit i cili duket se u shoqërua nga policia. Padyshim se ne kemi atje gazetarën Follënza Krasniqi, e cila në momentin që të përfundoi protesta edhe do na jap në formë të përmbledhur krejt atë se çfarë ndodhi gjatë kësaj proteste. Ja, ky është qytetari i cili duket se edhe i kanë vendosur pranga, nëse nuk jam gabim. Ashtu po shihet, po. I njëjti nuk është Engelbert, me qenë se tashmë ne po i shohim këto pamje dhe nuk jemi ndoshta kompetent për t'i gjykuar, megjithatë është e nevojshme që të vendoset në pranga një qytetar i cili me atë sa pam nuk u dok edhe se rezistoi shumë ose diçka të ngjashme që mund të kërcënonte ndoshta deri diku policinë ose protestuesit e tjerë. Policia është duke kryer punën e vet sipas protokollit që ka. Do thotë policia është në detyrë dhe ne nuk e pam sakt, po ka mundësi që ai do ta ketë fyr ose do ta ketë ofendu policinë, edhe pastaj më vonë rrjedhimisht ndoshta do të ketë edhe rezistu që mos të ndalohet. Në momentin kur kalohen këto gjëna, pastaj policia detyrohet që t'ia vënë pranga dhe ta çojë në stacion për ta intervistuar. Atje japet, deponohet intervista dhe pastaj me siguri edhe lejohet i lirë, por unë kisha pas dëshirë që të shoh edhe tjerë qytetar që të jenë as pak të dhunshëm, asnjëherë të dhunshëm, por thjesht kërkojnë më shumë llogari edhe të insistojnë. Edhe këtë qytetar teksa po prononcohet. A do veç pak. Nësa duket, po besoj që në fare pak qase rregullohet më pas edhe ajo se çfarë po thon ata në mënyrë që ta kem të qashme edhe për qytetarët. Po. Me marrë një protestues, pa bo kur gjallë. Një qeveri që i qetë policinë, aja është qeveri kriminene, është qeveri e cila sa dhe më po, duhet me bajtur, është qeveri e kriminale, është qeveri antishqiptare, sepse qytetarët përgërgojnë jetën e tyre, me mbijetuar, qeveri kriminale, i ka lënduar me 100 policë që sëtë ta zmerët, një tonë zmerët, që dojtë? Men, e kapin prindin e tyne, e qojnë që kërgan me alirue rrymën. Këm nuk ka. Ditet i ka të ngrume, nëse vene, unë e plasadjet, ku me i prikti populli për ta përmbys këtë qeveri. Qeverit hajë, kriminal, që pe i fridzon, vetë ka hunë, aje qeveri, aje kriminise që i pe i popullit, aje nuk është kriminit i shtetit Kosovës. Ka është po. Po. Rikthehemi sërish në studio, me sa duket qytetarët edhe janë të frustruar. Me drejt, me shumë drejt. Deri diku për shkak të ideja e kësaj proteste është kundërshtrimi i rritjes së çmimit energjisë elektrike. Nëse vendimi edhe del se miratohet Engelbert, realisht cila është rreth së shoqërisë prej këtë më shumti, apo nuk ka dallim këtë mes? Çmimi do të miratohet, po kush do ta paguajë, ato ta shohim. Sepse Kesko ka ble energji elektrike, ka hyrë bosh, dikun do t'i merr parë me pagu ato faturat e energjisë elektrike që e ka ble për m'ia shpërndah popullit. E pse ka ble? Sepse qeveria, ministria nuk ka siguru burimet mbrëmshme të energjisë elektrike. Me pas siguru qeveria
burime energjetike në Kosovë, nuk ka pas nevojë me shku me ble atje shtrajt. Po, ky zotnia, personi më shumë, ky tash e ka godit tamam ku duhet. Problemi është qeveria, është ministria, duhet me kriju impiante që prodhojnë më shumë energji. E jo me mashtru popullin edhe me bo mjegull, jo Keci, jo Kesko, jo Kosti, jo Zërreja. Popullin s'do mi ditë të gjana, popullin do me pa rryme në shpe edhe me çmim të lëvërditshëm. Qeveria nuk po është në gjendje me kriju këtë. E prandaj ka pak knasi. Edhe tash kur ti del me shpreh pak knasin tënde. Normal që atër vjen deri te kjo situatë ku dikush është më temperament, mund me thënë edhe një fjalë më trëndë edhe arrestohet. A është e mirë kjo pa me mu arrestu dikush se po kërkon drejtat e veta? Jo. Po, përshim edhe për mëtej shtoj asaj që qytetari maq, po e gjykojmë maq sa e pam në këtë pamje të drejtë për drejtë, edhe sa gjykuam nuk është se rezistoj ose kërcënoi deri diku sigurinë të tjerëve, megjithatë në momentin e parë që të kemi gazetarën Fëllën Zakrasni që të gatshme, më pas edhe do e inkuadrojmë, sepse duket se qytetarët ndonë se jo shumë të shumët në numër, tashmë po i drejtohen ndërtesës së qeverisë, sepse ashtu ishte edhe planifikuar. Roli i ZRE-s në krejt këtë mes, me qënë se edhe ju po e potenconi që shpesher qytetarët edhe janë konfoz realisht se qka është Kesko, qka është Keci, qka është ZRE-ja, qka është Kosti, qka është Keku. Dhe me të drejt në momentin kur nuk të qarohen, drejt lindin këtë shkuptime edhe si redhoj e soj edhe mund të mos jenë këshjen për situatën realisht se qëfar pëndodhë. Ta së qarojmë edhe një roli i ZRE-s për... ZRE është zyrja rregulluse e energjisë elektrike, pra e rregullon gjithçka. ZRE-ja krijohet prej parlamentit, pra ajo njerëz të zgjedhur edhe ata duhet me rregullu problemet e energjisë elektrike në vendin tonë, në Kosovë. Por ata, qysh mundin mi rregullu këto gjona? Kërkojnë raporte nga Keci për me pas se si është, sa është numri i anvisërisë, cila është gjendja, sa ka humbje, sa ka fitim, sa ka humbje dhe sa ka shpërndarje të energjisë elektrike në anvisëri. Sa ka biznesa anvisës, sa ka konsumator anvisës, edhe sa ka konsumator të bizneseve. Pastaj është Kesko, duhet të raportoj po ashtu, cilat janë çmimet në tregun ndërkombëtar, sa është kosto e blerjes, sa është kosto e transmetimit të energjisë elektrike, pastaj është kosti, e cila e ka komplet sistemin operativ dhe rrjetin e energjisë elektrike. Tash ZRE-ja, kur i merr informatat nga gjitha këto, po ashtu edhe Keku, i cila tregon për kostot operative, kapacitetet prodhuese të thëngjillit edhe të prodhimit të energjisë elektrike, tash ZRE-ja kur i merr gjitha këto informata, nxjerr edhe i arsyeton kërkesat e këtyre palëve. Në rastin konkret, i vetmi institucion që merret me blerjen e energjisë elektrike është Kesko. Tash Kesko ka dalë që thotë ne do të me ble energjinë elektrike, energjia elektrike gjatë dimit është shumë e shtrajt dhe ne tash nuk kemi kapacitete me ble energji elektrike, duhet ta shtrejtojmë tek konsumatori. Edhe kur ja paraqet në raportet thonë që po, patjetër çmimi është i shtrajt në tregun ndërkombëtar, atëherë edhe ne këtu do t'ja shtrejtojmë konsumatorëve. Edhe ZRE-ja në fund e merr një vendim që në bazë të raporteve, të shifrave, është qëndron në rregull. Dhe këto institucionet, këto janë në rregull, janë duke kryer punën e vet. Këtu vetëm Kesko është duke dështu, po edhe ato është shumë e thellë me shpjegu pse është dështu, sepse në vendet e forta, e fuqishme, energjia blehet dhe rezervohet, po ashtu edhe linjat e transmetimit rezervohen për ditë vështira. Po Kosova është treg i vogël edhe nuk i lëvërdis me bë kësi investime. Tu kretë problemin me këthy mrapsht. Kretë problemi është të dy elemente. Qeveria dhe Ministria e Ekonomisë. Ata duhet, tash në vonë, është dash, para 5 vite me fillun me ndërtu një kapacitet, një impjant që prodhon energji elektrike dhe ne me pas energji elektrike të prodhume në vendin tonë, që pastaj Keci kish mujt me ble me 29 euro kilovatin. Edhe atëherë normal megavatin, atëherë normal që kishim mujt mja shpërnda konsumatorëve me çmime shumë të lira. Por qeveria nuk po ndërton impjantin për me prodhu energji elektrike, e ka refuzu gazin amerikan, nuk po arrin me i fut në funksion ose me ndërtu impjantet për energji të ripërtrishme, edhe ne duhet me ble rrymë të shtrajt, edhe mja dërgu konsumatorëve. Pra, krej kur ta tjerish, e analizon nga koka deri në roj, del që problemi i vetëm këtu është qeveria dhe Ministria e Ekonomisë.
Në bazë të gjitha këtyre në fakt, cilat edhe i listove. E përmende deri më herët që ZRI me gjasë edhe do e miratoj rritjen e S'ka kushton pa miratu. sepse nuk ka zgjidhje tjetër, po thoni. Më pas, krejt kjo, ky vendim mund të ndikojë në inflacion edhe në rritjen e çmimeve ose për produktet bazike. Patjetër. Patjetër sepse energjia është një prej lëndave bazë të prodhimit dhe të operacioneve. Pra gjithçka që vëhet në lëvizje, kudo që ne prekim, edhe në në mjetet e transportit, edhe në maqinerit, vijat e prodhimit në për fabrika, edhe në shtëpit tona, në anëvisërit tona, gjithçka është lëndë kryesore është energjia elektrike. Ajo vën në lëvizje gjithçka. Edhe tash, momentin që ajo shtrejtohet për 20%, i bie që fabrikat t'i shtrejtojnë të gjitha produktet për 20% dhe pastaj ai çmim bartë të konsumatori, pra tek ne që i blejmë produktet finale, gjë do ta blejmë me 20% më shtrejt, po jo vetëm aq, edhe më shumë, sepse ai 20% është shtrejtohet produkti për prodhuesin, për fabrikën ose për atë kush e krijon, për prodhimtarin. Po ai zotnia ose fabrike ka pastaj ka edhe kosto tjera, tatime tjera që i shtohen me të dhe ne si konsumator, si qytetar do të pagu. Edhe koston e prodhimit, po edhe kostot që na vinë nga tatimet tjera shtesë që i shtohen. Edhe ne si qytetar do të paguajmë çdo gjë më shtrejt. Engelbert, ndoshta një çështje krejt të fundit, meqense edhe jemi drejt fundit të kësaj pjese. A mendoni se mungon deri diku komunikimi institucioneve me qytetarët për vendime që prekin direkt jetën e qytetarëve? Po si s'mungon, domethënë kjo qeveri do të mbahet në mend pikërisht për mungesën e komunikimit me palët e interesit të quajmë, jo vetëm qytetarët, po janë edhe bizneset, janë edhe institucionet tjera, janë edhe sindikatat. Pra, kjo qeveri e ka humb komplet kontaktin edhe me qytetarin, e ka humb kontaktin, komunikimin edhe me sindikatat, edhe me bizneset. Kjo qeveri kontakton me qytetarin vetëm kur shkon me kërku votën, kur është fushata elektorale, për me kërku votë. Por nuk shkon as edhe njëherë me komuniku me qytetarët dhe me fol për problemet e tyre ditore që i kanë ata, për probleme shëndetësore, për probleme të mirëqenjes, për probleme të arsimit, për probleme të zhvillimit të bizneseve, pra ja u ka kthy shpinën të gjithëve, edhe as nuk e pranon as një palë për me bisedu edhe me trajtu problemet e tyre. Engelbert, unë të falenderoj shumë që gjete kohë së t'jesh pjesë e mesditës, edhe deri diku ta komentojmë së bashku një protest e cila në dukje nuk është edhe se pati shumë interesant, ndërse pakënaqësia është e madhe për rritjen e çmimit të energjisë. Faleminderit për ftesën prapë përsëris. Kjo protest është simbolike për nga numri, mirë po kjo i ka përfaqësuar krejt qytetarët e Kosovës. Unë ta garantoj edhe ata që e votojnë Albin Kurtin dhe qeverin Kurti të gjithë pajtohen me kërkesat e këtyre njerëzve të pak njerëzve që kanë dalë sot me protestu. Engelbert, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Nga këtu ne shkëput